Imagjino një kod nderi kaq i fuqishëm sa që njerëzit do të vdisnin para se ta thyenin atë. Imagjino një premtim kaq i shenjtë sa që edhe armiqtë e betuar do ta respektonin atë. Kjo nuk është legjend, kjo është besa shqiptare. Sot do të zbulojmë një nga traditat më të mahnitshme dhe më të fuqishme në historinë e njerëzimit. Besa shqiptare nuk është thjesht një fjalë. Është një filozofi jete që ka ndryshuar rrjedhën e historisë dhe ka lënë pagoj botën e tërë. Por le të fillojmë nga fillimi. Çka është besa? Fjala bes vjen nga gjuha e lash shqipe dhe do të thotë premtim i shenjtë ose fjalë e dhënë. Por kjo është shumë më e thellë se një premtim i thjeshtë. Besa është themeli i të qenit shqiptar. Në kulturën tonë, kur dikush jep besën, ai po vendos reputacionin e tij, nderin e familjes dhe madje edhe jetën e tij në lojë. Nuk ka kthim pas. Nuk ka justifikime. Nuk ka skenar alternativ. Mendoni pak sa prej nesh sot do të ishin të gatshëm të vdisnin për një premtim? E megjithatë, për shekuj me radhë, shqiptarët kanë jetuar sipas këtij kodi të pashtershëm nderi. Kjo është arsyeja pse bota ka mbetur e mahnitur me këtë traditë të jashtëzakonshme. Mira histori, por vetëm një kod nderi që i bashkon të gjitha. Por nga vjen kjo traditë e mahnitshme? Historianët besojnë se besa ka rënje që shkojnë mijëra vjet në të kaluarën, në kohët e lashtësisë ilire. Popujt ilir, të cilët janë paraardhë si tanë, kishin një kod nderi që u transmetua brez pas brezi. Por besa nuk është vetëm një relikt historik. Ajo evoluoi dhe u forcua me kalimin e shekujve, duke u bërë pjesë integrale e identitetit shqiptar. Kanuni i Leg Dukagjinit, kodi i lashtë i ligjeve shqiptare, i ka kushtuar kapituj të tërë besës. Sipas kanunit, besa e shqiptarit nuk shite nuk blihet, domethënë, asnjë gjë në botë nuk mund ta prish një besë të dhënë. Por çka e bënte besën kaq të veçantë? Ishte fakti që ajo nuk kishte limite kohore, nuk kishte kushte dhe nuk kishte përjashtime. Një besë e dhënë ishte një besë për jetë. Kjo traditë u zhvillua në një kohë kur njerëzit jetonin në komunitete të vogla, ku fjala e secilit kishte peshë. Në një mjedis të tillë, reputacioni ishte gjithçka, dhe besa ishte mënyra për ta mbrojtur atë. Tani, besa nuk ishte një koncept monolitik. Kishte lloje të ndryshme bese, secila me rëndësinë dhe fuqinë e vet. E para, besa e mikpritjes. Kjo është ndoshta forma më e njohur e besës. Kur një shqiptar pranonte një mik në shtëpinë e tij, ai po jepte besën e mikpritjes. Kjo do të thotë që miku ishte në mbrojtjen e plotë të shtëpisë, edhe sikur të ishte armiku më i madh. Historianët tregojnë raste ku shqiptarët kanë mbrojtur me jetë mysafirët e tyre, edhe kur ata ishin në konflikt të hapur me ta. Kjo nuk ishte thjesht bujarin, ishte një kod i shenjtë që nuk mund të thyhej. E dyta, besa e gjakut. Kjo ishte forma më e rëndë e besës. Kur dy familje në gjakmarrje jepnin besë për armëpushim, kjo respektohej absolutisht. Askush nuk guxonte ta thyente, pavarësisht nga sa i madh ishte konflikti. Kjo lloj bese shpesh përdorej për t'u dhënë mundësi familjeve të shkonin në kishë, të merrnin pjesë në dasma, ose të kryenin punë të rëndësishme pa frikë për jetën e tyre. E treta, besa e tregtisë. Tregtarët shqiptar ishin të famshëm në të gjithë Ballkanin për besën e tyre. Një marrëveshje e dhënë me besë kishte më shumë vlerë se çdo dokument i shkruar. Kjo u bë kaq e njohur saqë tregtarët nga kombësi të tjera kërkonin të bënin biznes me shqiptarët, duke ditur se nuk do të mashtroheshin kurrë. E katërta, besa e dashurisë. Edhe në dashuri, besa luante rol kyç. Kur një djalë i jepte besë një vajze, kjo konsiderohej si e shenjtë sa martesa vet. Çdo lloj bese kishte rituale dhe ceremonitë e veta, por të gjitha ndanin të njëjtën themel. Fjala e dhënë ishte më e çmuar se jeta. Tani le t'i shohim disa nga historitë më të mahnitshme të besës që kanë mbetur në analet e historisë. Historia e parë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gjergj Kastrioti, i njohur si Skënderbej, ishte mbreti i besës. Kur ai u kthye nga Stamballi dhe ju bashkua rezistencës shqiptare, ai i dha besë popullit të tij se do të luftonte deri në frymën e fundit për lirinë e Shqipërisë. Dhe ai e mbajti këtë besë për 25 vjet me radhë. Edhe kur perandoria osmane i ofroi pasuri të pamatshme, edhe kur familja e tij ishte e rrezikuar, Skënderbej nuk e theu kurrë besën e tij. Vdekja para turpërimit ishte moto e tij, dhe kjo përmbledh në mënyrë të përsosur shpirtin e besës shqiptare. Historia e dytë, familja e ruajti Hebrenj.
Gjatë luftës së dytë botërore, Shqipëria ishte vendi i vetëm në Evropë ku popullsia hebreje u rrit gjatë luftës, në vend që të zvoglohej. Pse? Për shkak të besës. Familjet shqiptare u dhan besë refugjatëve hebrenj se do t'i mbronin me jetën e tyre. Dhe e bën pikërisht këtë. Mijëra hebrenj u shpëtuan fal kësaj tradite të mahnitshme. Shumë nga hebrenjtë e shpëtuar kanë treguar se familjet shqiptare i trajtuan jo si refugjat, por si antar të familjes. Kjo është fuqia e vërtetë e besës. Ajo transformon të huajt në familje. Historia e tretë, besë male. Në malet e veriut të Shqipërisë, ka një histori që tronditi botën. 2 familje në gjakmarrje u dhan besë për 3 ditë që t'i jepnin fund konfliktit. Por gjatë këtyre 3 ditëve, një nga familjet përjetoi një tragjedi të madhe. Shtëpia ju dogjë dhe humbën gjithçka. Pavarësisht gjakmarrjes, familja armike u dha besë se do të ndihmonin në rindërtimin e shtëpisë. Jo vetëm që mbantën besën, por gjatë rindërtimit, të dyja familjet vendosën ta përfundonin gjakmarrjen përgjithmonë. Kjo është magjia e besës. Ajo mund të shndërrojë urrejtjen në dashuri. Historia e katërt, tregtari DH Pirgu i Art. Në Ohër, një tregtar shqiptar i dha besë një tregtari grek se do t'ia kthente të gjithë paratë e huazuara brenda një viti. Por tregtari grek vdiq para se të kthehej borxhi. Askush nuk e dinte për këtë marrëveshje, por tregtari shqiptar shkoi tek familja e të ndjerit dhe ua dha të gjitha paratë, duke thënë: "Besa ime nuk vdes me vdekjen e atij që ma dha." Kjo histori u përhap kaq shumë sa që tregtarët nga i gjithë Ballkani erdhën të bënin biznes me të. Kjo është fuqia ekonomike e besës. Ajo ndërton besim dhe prosperitet. Çdo histori na tregon të njëjtën gjë. Për shqiptarët, besa ishte më e rëndësishme se çdo gjë tjetër në jetë. Por çka ndodhi me besën në kohën moderne? A ekziston ajo ende? Përgjigja është p. Besa nuk është zhdukur. Ajo është transformuar dhe është përshtatur me kohën moderne. Sot, biznesmenit shqiptar janë të njohur në të gjithë botën për fjalën e tyre. Nga New Yorku në Londër, nga Milani në Stamboll, ku një shqiptar jep fjalën në biznes, kjo respektohet si kontratë e shkruar. Unë nuk kam nevojë për avokat kur bëj biznes me shqiptar, thot një investitor italian. Fjala e tyre është mjaft. Kjo ka krijuar një avantazh konkurrues për biznesmenit shqiptar. Në një botë ku besimi është i rrallë, ata që jetojnë sipas besës shkëlqejnë si yje. Besa e të komunit. Në diaspor, shqiptarët kanë krijuar komunitete të forta bazuar në besë. Kur dikush ka nevojë për ndihmë, komuniteti jep besën se do të jetë aty. Gjatë COVID-19, komunitetet shqiptare në të gjithë botën organizuan ndihmë për familjet në nevojë, bazuar në besën e ndërsjellë. Askush nuk u la vetëm, askush nuk u harrua. Besa e të teknologji. Edhe në epokën digjitale, besa gjen rrugën e vet. Platformat online të krijuara nga shqiptarët shpesh bazohen në besim dhe transparencë. Vlera që vijnë drejt për drejt nga tradita e besës. Disa nga aplikacionet më të suksesshme të krijuara nga shqiptar kanë si themel besimin dhe integritetin, vlera që rrjedhin nga besa. Studimet tregojnë se pavarësisht modernizimit, 78% e shqiptarëve ende e konsiderojnë besën si vlerë qendrore. Por si e sheh bota besën shqiptare? Përgjigja do t'ju mahnit. Akademi. Universitetet më prestigjioze të botës, Harvard, Oxford, Sorbona, kanë departamente të tëra që studiojnë besën shqiptare si fenomen unik kulturor. Besa shqiptare është ndërkodet më të qëndrueshëm të nderit në historinë e njerëzimit, shkruan profesori i Harvardit, Dr. James Mitchell. Akademikët janë të mahnitur nga qëndrueshmëria e kësaj tradite dhe nga mënyra se si ajo ka mbjetuar përmes shekujve të ndryshimeve drastike. Diplomatin ndërkombëtare. Në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, diplomatë shqiptar janë të njohur për integritetin dhe besueshmërinë e tyre. Shumë marrëveshje të rëndësishme janë arritur fal mënyrës shqiptare të negocimit. Kur një diplomat shqiptar jep fjalën, ne e dim se mund t'i besojmë, thot ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Kjo ka bërë që Shqipëria të ketë një rol disproporcional në diplomacinë ndërkombëtare, duke u bërë një ur besimi midis palëve të ndryshme. Kulturë popullore. Hollywood ka bërë filma për besën shqiptare. Shkrimtar të famshëm kanë shkruar libra. Artista kanë krijuar vepra. Besa ka bërë përshtypje në kulturën botërore. Filma si The Albanian Code e vitit 2019, libra si Honor of the Eagle e vitit 2020 dhe dokumentari Besa.
Associated Promise e viti 2021, të gjitha këto tregojnë interesin në rritje të botës për traditën tonë. Shkencë. Psikologët dhe sociologët studiojnë besën si model për ndërtimin e shoqërive të qëndrueshme. Disa shtete po përpiqen ta implementojnë konceptin e besës në sistemet e tyre ligjore. Google Trends tregon se kërkimet për Albanian Besa janë rritur me 340% në 3 vitet e fundit. Po çka mund të mësojmë ne nga besa për jetën tonë të përditshme? Mësimi i parë, vlera e fjalës. Në botën moderne, ku premtimet thyhen çdo ditë, besa na mëson se fjala jon duhet të jetë e shenjtë. Kur themi diçka, duhet ta bëjmë. Fjala jote është identiteti yt. Njerëzit do të gjykojnë jo për atë që thua, por për atë që bën pas të thënit. Mësimi i dytë, nderi mban përjetësisht. Besa na tregon se nderi nuk është diçka që fitohet një herë dhe pastaj harrohet. Nderi duhet mbrojtur çdo ditë, me çdo vendim që marrim. Një moment i dobët mund të shkatërrojë një jetë të tërë nderi, por një jetë e jetuar me nder krijon një trashëgimi që zgjat përjetësisht. Mësimi i tretë, komuniteti mban fuqinë. Tradicionalja e besës na mëson se ne jemi më të fortë kur qëndrojmë bashkë, kur mbështesim njëri tjetrin, kur respektojmë zotimet tona ndaj komunitetit. Në një botë që po bëhet gjithnjë më individualistike, besa na kujton se ne jemi pjesë e diçka më të madhe. Mësimi i katërt, besimi ndërton botë. Në fund, besa është për besim. Në një botë ku besimi shpesh mungon, ne mund të jemi ndryshimi që duam të shohim. Si mund ta zbatojmë besën sot? Mbaj premtimet e tua, edhe kur është e vështirë. Tratoji të tjerët me respekt dhe nder. Ndihmo komunitetin tënd. Bëhu dikush në të cilin të tjerët mund të mbështeten. Rrit fëmijët me vlerat e besës. Imagjinoni një botë ku të gjithë jetojnë sipas parimeve të besës. A nuk do të ishte një botë më e mirë? Por çka e pret besën në të ardhmen? Besa digjitale. Me rritjen e teknologjisë blockchain dhe kontratave të mençura, koncepti i besës po merr forma të reja. Disa kompani teknologjike shqiptare po ndërtojnë platforma bazuar në parimet e besës. Imagjinoni një internet ku besimi nuk është zgjedhje, por është i ndërtuar në sistem vet. Kjo është vizioni i besës digjitale. Besa globale. Diaspora shqiptare po përhap vlerat e besës në të gjithë botën. Çdo ditë më shumë, njerëz jo shqiptar po mësojnë dhe adoptojnë këto parime të mrekullueshme. Ne jemi ambasadorët e besës në botë, dhe kjo është një përgjegjësi e madhe. Besa të arsim. Shkolla dhe universitete po fillojnë të integrojnë besën në kurrikulat e tyre si model për zhvillimin e karakterit dhe integritetit. Kurset mbi besën kanë pasur një rritje prej 300% në institucionet arsimore ndërkombëtare. Besa si mjet paqeje. Organizata ndërkombëtare po studiojnë besën si mjet për zgjidhjen e konflikteve. Në disa zona të botës, mediatorët po përdorin teknika të bazuara në parimet e besës për të sjellë paqen. Perspektiva e rinisë. Ajo që është edhe më premtuese është se rinia shqiptare, pavarësisht se është rritur në epokën digjitale, ende vlerëson dhe respekton besën. Një sondazh i fundit tregon se 89% e rinisë shqiptare konsiderojnë besën si vlerë të rëndësishme për jetën e tyre. Pra, si mund ta ruajmë dhe ta përhapim besën në gjeneratat e ardhshme? Për prindërit, tregoju fëmijëve historitë e besës. Jep shembull me veprimet e tua. Mëso ata të respektojnë fjalën e dhënë. Krijo traditore familjare bazuar në besë. Fëmijët mësojnë më shumë nga ajo që shohin se sa nga ajo që dëgjojnë. Bëhu shembulli që dëshiron të shohin tek ta. Për mësuesit, integroje besën në mësime. Përdore shembuj historik. Krijone projekte mbi nderin dhe integritetin. Bëhuni model për nxënësit. Ju keni fuqinë të formoni gjeneratën e ardhshme. Përdoreni këtë fuqi për të mbjellë farën e besës. Për komunitetin. Organizoni ngjarje kulturore mbi besën. Ftoni të moshuarit të tregojnë histori. Krijoni klube të rinisë me fokus në vlerat tradicionale. Mbështetni iniciativat që promovojnë besën. Për secili prej nesh. Bëhu dikush në të cilin të tjerët mund të mbështeten. Respektoje fjalën tënde në çdo situatë. Ndihmo kur dikush ka nevojë. Përhapu historitë pozitive të besës. Le të fillojmë një lëvizje. Përdorni #unë besa shqiptare për të ndarë historitë tuaja të besës. Le t'ja tregojmë botës se kjo traditë e mrekullueshme është ende e gjallë.
Shikoni sa rrugë kemi bërë së bashku sot. Kemi mësuar se besa nuk është thjesht një traditë e vjetër. Ajo është një mënyrë jetese që ka fuqinë të ndryshojë botën. Nga malet e Shqipërisë deri në qendrat më të mëdha të botës, besa vazhdon të inspirojë dhe të mahnit. Por më e rëndësishmja është se çdo prej nesh mund të jetë bartës i kësaj tradite të mrekullueshme. Çdo premtim që mbajmë, çdo herë që ndihmojmë dikë në nevojë, çdo moment kur zgjedhim nderin para përfitimit personal, ne po jetojmë besën. Imagjinoni një botë ku të gjithë jetojnë sipas parimeve të besës. Një botë ku fjala e dhënë është e shenjtë. Një botë ku njerëzit mbështeten tek njëri tjetri. Një botë ku nderi është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Kjo botë nuk është ëndër, ajo fillore me ne. Ajo fillon me të. Prandaj, unë po t'ju jap besën time se do të vazhdoj të tregoj historitë tona, të mbroj traditat tona dhe të inspiroj gjeneratat e reja të jetojnë me nder dhe integritet. Dhe ju, çfarë bese po më jepni mua? Shkruajeni në komente. Nëse ky video ju inspiroi, mos harroni të shtypni like, të bëni subscribe dhe të ndani me miqtë tuaj. Së bashku, mund ta bëjmë besën të njohur në të gjithë botën. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Shihemi në videon e ardhshme, ku do të eksploroj më shumë thesare të kulturës son të mahnitshme. Dhe mos harroni, në një botë plot gënjeshtra, bëhuni ju njerëzit që flasin të vërtetën. Në një botë plot premtime të thyera, bëhuni ju ata që i mbajnë. Në një botë ku nderi harrohet, bëhuni ju ata që mbajnë atë të gjallë. Besa shqiptare, tradita që mahniti botën dhe që vazhdon të na inspirojë sot.